mandatua Glauko Njufca për kryeministër për formimin e qeverisë së re. Po. Cilat janë gjasat zonja Pacolli. Me numra, pa numra u mandatua? Tani ne në bazë të kushtetutës, në bazë të asaj se çfarë kërkohet të bëjmë, duke qenë edhe grupi më i madh parlamentar në Kuvendin e Kosovës, kemi ndërmarrë një hap tjetër, që është mandatimi i një kandidati tjetër, që është edhe rasti i zotit Glauko Njufca. Qëllimi edhe ky hap që është ndërmarrë është që shteti i Kosovës të mos mbetet peng e inateve, sjelljeve të pa drejta të opozitës në mënyrën se si po e trajton këtë shtetin e Kosovës në fakt. Ne jemi në një situatë jo të mirë sa i përket buxhetit edhe i cili duhet të fotohet në mënyrë që të kemi paga për shërbys civil, të kemi paga për mësimdhënësit, të kemi paga për punëtorët, cilët punojmë dhe mbarem për pagave publike, si dhe të kemi pensione shtesa për pensionistët e shtesa për fëmijë. Ne kemi marrë një hap që ta propozojmë një mandatar të ri, me qëllim që shtetit mos hynë në një krizë financiare. Para kësaj... A ishte vështirë vendimarrja deri tek ky hap? Jo, para kësaj... Kurti me zotin Konjufca? Para kësaj është mbledh kryesia e kuvendit dhe është kërku edhe nga kryetari i kuvendit, po edhe nga përfaqësuesi i lëvizjes vetëvendosi në kryesinë e kuvendit, që kuvendit procedoj me disa hapa që janë të nevojshëm tani për tani, të krijojmë komisionin i cili është Komisioni për Financa dhe komisione tjera të nevojshme në mënyrë që ta kalojmë buxhetin. Pra kjo ishte një kërkesë që të kemi një marrëveshje, një mirëkuptim dhe në bazë të asaj të ecim me procedurën e votimit të buxhetit në kuvend, në mënyrë që të dalim nga kjo situatë financiare dhe të kemi buxhet mjaftueshëm për institucionet e shtetit, për qytetarët e Kosovës, e në fund të fundit edhe për disa komuna të cilat janë shumë të rëndësishme, për shembull është komuna e Prishtinës, kryeqyteti i Kosovës, buxheti së cilës nuk është aprovuar akoma, pastaj vjen komuna e Gjilanit, komunë e madhe, e cila ka nevojë për buxhet. Pra ne kemi dashur që këto hapa i kemi ndërmarrë para këtij hapi që të propozojmë një mandatar të ri. Kemi hasur në blokad prej partive tjera, si LDK-ja dhe PDK-ja, të cilat nuk kanë dashur fare ta diskutojnë çështjen e buxhetit, duke i ditur se në një situatë të tillë nuk është as e favorshme që shkohet në zgjedhje të reja, për shkak të situatës financiare, pra nuk është e favorshme për shtetin. Dhe cili është plani? Dua të kthehemi te mandatari, te zoti Konjufca. Cili është plani, skenari vetëvendosjes për ta bërë Glauko Njufcën kryeminist? Plani është i qartë, ne kemi pas